Përshëndetje. Jam sot përpara opinionit publik si dëshmitar prezent në seancën e djeshme gjyqësore ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, por edhe si sekretar i përgjithshëm i kësaj force politike për të denoncuar qëndrimet e përsëritura dhe me dashje të kryera para gjykatës nga i njëjti prokuror i çështjes zoti Sotrik Llapi lidhur me gjoja lobimin e pretenduar të paligjshëm me McKeown Group për një foto të paralizuar kur me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, që shërbeu edhe si alibi për rrëmbimin kriminal të zotit Meta në 21 tetor të vitit 2024. Kur zoti Meta dhe avokati i tij, zoti Bujar Musta, kërkuan dje nga gjykata debatimi në seancë gjyqësore të themelit të aktit të McKeown Group, prokurori Llapi reagoi duke pretenduar se ky akt nuk duhet të shqyrtohet fare si fakt penal. Madje ai pranoi po dje para gjykatës se çështja McKeown Group ekzistoi si fakt penal deri në rrëmbimin e zotit Meta në 21 tetor të vitit 2024, edhe pse ky rrëmbim bazohej mbi letër porosin mashtruese dhe me regji të ardhur nga Departamenti i Drejtësisë në SBA për McKeown Group që mban datën 3 shtator 2024. Por prokurori Llapi gënjeu me dashje gjykatën dhe në mënyrë të përsëritur se sipas tij gjoja pas arrestimit të zotit Meta u bën verifikimet dhe se sipas tij rezultoi se zoti Meta kishte patur të drejtë, ndërkohë që rrëmbimi i tij kishte ndodhur. Siç e tha në seancën e djeshme gjyqësore, edhe vetë zoti Meta, qartësisht, në mënyrë të përsëritur para gjykatës, kjo alibi e prokurorit synon të fshehë operacionin mafios, mediatiko-ligjor, të mbështetur thjesht dhe vetëm mbi shpifje sistematike. Kujtojmë se kjo histori mafioze e gjoja lobimit të paligjshëm me McKeown Group nisi me shkrimin e sponsorizuar nga Edi Rama dhe Charles McGonigal, pra nga banda e insenatorëve dhe George Sorosit, në gazetën Mother Jones në 25 prill të vitit 2018, ku për herë të parë gjoja u zbulua se zoti Meta gjoja kishte paguar sipas kësaj reviste $1 milion për foton e pabërë me presidentin Trump, duke përdorur sipas kësaj reviste një kompani Guack Dorelita të një avokati mashtrues greko-amerikan Fidesis. Kujtojmë se 4 vite pas të shkrimi, pothuajse i njëjti artikull riciklohet, por kësaj herë në gazetën spekulative austriake në bulevardesken Kronen Zeitung, e cila në faqe të parë në datën 16 maj 2022 me titullin Krimi i një presidenti riktheu të njëjtën akuzë të sponsorizuar të gjoja lobimit prej $1 milion për gjoja foton e pabërë me presidentin Trump, shkrim i cili kujtojmë në atë kohë gjeti jehon edhe në disa media greke. Për shkak të këtij qëndrimi recidivist, të kryer me dashje nga ana e prokurorit Llapi dhe për shkak se e ashtu quajtura çështje e lobimit nuk lidhet vetëm me zotin Meta, por edhe me Partinë e Lirisë, jam i detyruar sot t'i bëj disa pyetje publike prokurorit Llapi. Ju lutem dokumentin numër 1. Si shpjegohet që në datën 3 shtator 2024 për të justifikuar, pra siç faktohet në 3 shtator të vitit 2024, për të justifikuar rrëmbimin e zotit Meta, sikur gjoja ai dhe ish Lëvizja Socialiste për Integrim ishin të implikuar në lobim të paligjshëm në SBA, vjen një letër porosi e mbushur me gënjeshtra nga Departamenti i Drejtësisë, e theksoj që u përdor si alibi për rrëmbimin në 21 tetor të po atij viti të zotit Meta, dhe në datën 15 nëntor 2024, pra 11 ditë, fiks 11 ditë pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet që u zhvilluan, kujtoj, në datën 4 nëntor të atij viti, vjen dhe përgjigjja shtruese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju lutem dokumentin numër 2, se zoti Meta, se as zoti Meta dhe as Lëvizja Socialiste për Integrim nuk kanë kryer kur, ja kjo është përgjigjja,
shteruese e autoriteteve amerikane nëpërmjet një emailit të datës 15 nëntor që hodhën poshtë, rrëzuan, përmbysën akuzën të gjoja lobimit të palishëm të zotit Meta dhe LSI me McKeown Group. Pra, meqense prokurori pretendon se kjo çështje u sqarua sipas tij vetëm pas pretendimeve të zotit Meta, atëherë si shpjegohet që kjo përgjigje shteruese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që rrëzonte faktin penal, nuk ju bë kur e ditur zotit Meta deri pas përfundimit apo më saktë pas rrëmbimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit të vitit 2025. Një tjetër pyetje që meriton përgjigje publike është si ka mundësi që prokurori dhe i gjithë grupi i strukturuar manipulativ e fsheu këtë fakt për muaj më radhë dhe me rënd akoma si shpjegohet që në datën 7 janar të vitit 2025, ju lutem dokumentin numër 3, oficeri i policisë gjyqësore Maksim Bekaj e pyet sërish zotin Meta, ky është proces verbali i marrjes së tij në pyetje në datën 7 janar 2025, në lidhje me çështjen e McKeown Group dhe lidhjen e saj me kompaninë Dorelita, ku ndërkohë kishte ardhur përgjigjja shtruese e autoriteteve amerikane. Ndaj kërkesat e zotit Meta dhe mbrojtësit të tij zyrtar për të administruar të gjitha provat për çështjen e McKeown Group janë të domosdoshme që t'i nënshtrohen debatit gjyqësor, pasi sqarojnë në mënyrë ezauruese, shteruese se si funksionon lobimi midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po tregojnë se si mund të manipulohen sipas rrethanave dhe interesave politik marrëdhëniet juridiksionale, procedurale penale midis dy vendeve tona. Ndaj prokuroria nuk duhet t'i bëjë më presion gjykatës për fshehjen e provave që kujtojmë i kishin shpërndar në media paraprakisht që 15 muaj para rrëmbimit të zotit Meta, por ajo çfarë duhet të bëjë SPAK është të marrë të gjithë përgjegjësinë e saj përpara ligjit, gjykatës, opinionit publik dhe së vërtetës. Dhe përfundimisht kujtojmë se zoti Meta e ka sqaruar që para rrëmbimit të tij mafios në 21 tetor të vitit 2024, që kur është thirrur për herë të parë në SPAK për të dhënë sqarime lidhur me kontratën e lobimit me McKeown Group, se ka qenë ai që ka denoncuar avokatin mashtrues greko-amerikan Fideszis për regjistrimin pa autorizimin e tij të një marrëveshje me McKeown Group që faktohet edhe në letrën zyrtare të datës 30 janar 2017, që vetë McKeown Group i ka dërguar farës pra portalit të Departamentit të Drejtësisë, ju lutem dokumentin numër 4 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa haruar që kjo çështje është ezauruar edhe publikisht qysh përpara rrëmbimit mafios të zotit Meta dhe prokuroria e dinte shumë mirë këtë fakt që kur nuk është kryer asnjë lobim i palishëm, kur nuk është kryer asnjë pagesë e palishme lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç se një shumë prej $15,000 për McKeown Group të deklaruar sipas ligjeve shqiptare dhe atyre amerikane. Prokuroria, me manipulimet e fakteve, me mashtrimet, me sajesat që u përdorën si alibi për rrëmbimin e zotit Meta, nuk ka bërë asgjë tjetër vetëse ka komprometuar shumë rënd bashkëpunimin shumë të rëndësishëm juridiksional, procedural dhe penal midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, veçanërisht sa i takon ndihmës juridike dhe asistencës në fushën e drejtësisë. Ndaj, edhe nuk duan që seancat gjyqësore të jenë live, por të vijojnë të jenë të bunkerizuara, sepse transparenca është në fakt tmeri i Edi Ramës dhe i gjithë atyre që kanë shkelur ligjet shqiptare dhe amerikane. Sepse ndryshe nuk shpjegohet që hetimet që duhet të ishin sekret rodhen me shpejtësi në të gjithë mediat e kapura nga pushteti, ndërsa procesi gjyqësor që duhet të jetë publik, përkundrazi mbahet sekret, i bunkerizuar, madje duke mos i lejuar gazetarët as të fotografojnë apo të regjistrojnë pamje filmike. Faleminderit.